Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillahi al-Mabuthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahun azza wa jalla falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun azza wa jalla që na bëri të mundur që ta realizojmë këtë ligjërat, këtë tribunë së bashku me ju. Falenderojmë Allahun azza wa jalla me emrat e tij të bukura dhe me cilësitë e tij të lartësuara, përsëri që na bëri të mundur që këtë të bëjmë madhështor ta realizojmë edhe në këtë xhami të bukur e tradicionale e historike. A që da përmendi këto, ka të bëjë dhe tëtë me temën e tribunës dhe ka të bëjë edhe me bashkëligjeruesin tim këtu para meje me hoxhën e nderuar Enis Rama. Xhamia në cilën gjendemi ne quhet Xhamia Isa Beu. Është nga xhamit historike dhe konsiderohet nga monumentet historike në Maqedoni dhe në rajon. Dhe vakifi i kësaj xhamie apo ai i cili kalon vakëf këtë xhami quhet Isa Beu, i cili është i biri i Mujahidit, i birit të birit Mujahidit. Gjyshi i tij ka qenë Fatihi i Shkupit dhe si familja njihen si njerëz të cilët kanë kontribuar me gjak e me shpirt e me pasuri për këtë popull i cili sot gjendet këtu në këto troje. Isa Beu është nga vakifet më të mëdhej në Ballkan që njihet. Nuk ka nga perandoria osmane, pash dhe beg i cili kalon më shumë pasuri se sa Isa Beu. Dhe kjo konsiderohet si shembulltyr e asaj se ky ka qenë musliman produktiv i cili kalon pas vete gjurma të mëdhaja, të cilë gjurma i përmendim edhe mas 500 e kusur viteve. I njëjti kalon xhami edhe në qytetin e Mitrovicës me emrin Isa Beg, ku hoxha i nderuar Enis Rama është imam dhe hatib i asoj xhamie Bajram Pasha Isa Beg, i cili është në rindërtim e sipër. Kështu që të mos ju marr kohë më shumë, e lëm hoxhën e nderuar që ta merr fjalën dhe të na freskon me ligjëratën e tij. Bëjmë më. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu at-taslim ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm për t'i ndihmë dhe falje kërkojmë. Lutim Allahun e madhruar të na bekon me të mirat në këtë botë, na ruan nga çdo devijim dhe lejthitje. Dhe lëzot në gjithësi që të na bën që të dalim nga kjo botë faqebardhë, duke lënë gjurmë të mira në këtë botë, të cilat do t'i përcjellin këta njerëz edhe në varr edhe ditën e takimit me Zotin xhalla xhelalu. Lavdatat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pas falëndimit të Allahut azza wa jall, shfrytëzoj rastin që të falenderoj edhe hoxhën e nderuar, hoxhën Muharremin, Allah është përbleft për këtë iniciativë që universitet kreative, që të bëhet një urlidhse dhe bashkëpunim mes xhamiave, edhe pse musliman përgjithësi duhet të bashkëpunojnë dhe të jenë lidhur mes vete. Por kur kjo lidhje bëhet edhe në emër të një hajri të madh që një musliman e ka lënë, që mund të jetë frymëzuese dhe inspiruese për gjenerat e ardhshme, mendoj se jep kuptim edhe më të madh i bashkëpunimit. Andaj Allahu e mënduar se Zoti xhallahu ala na bën gjithmonë nga ata që janë çelësa të punëve të mira dhe janë dry për punë të këqija. Se për këtë temës që është parapat vitet për te, do të titulli mund të jetë shumë i përgjithshëm, titulli mund të jetë shumë provokativ dhe duke qenë shumë i gjerë dhe ka mundësi që t'i qasim nga këndet të ndryshme, ka menduar se nga cili kënd mund t'i qasim që ta prezentoj
një musliman produktiv, një musliman të dobishëm, një musliman i cili jep fryte të mira dhe jep fryte të dobishme në jetën e kësaj bote. Fryte të sa shpreson t'i vjerë dhe kur ditën e takimit me Allahun Azza wa Jall. Andaj muslimani nuk njihet ndryshe pos kështu. Spaku kështu Allahu Xhallahu Ala e prezanton këtë besimtar dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke menduar se nga cili kanë t'i qasëm kësaj teme, dashti Allahu Azza wa Jall dhe më ndërmend me falëndrimin e Allahu Xhallahu Ala që këtë ta bëj përmes një hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i cili ka shumë kuptime. E pastaj edhe më interesante ka bërë këtë trajtimi i disa nga dietarëve këtë hadith, e që këto dyja pastaj janë bashkuar dhe kanë bërë që qasja ime ndaj kësaj teme të bëhet pikrisht përmes këtij hadithi, edhe pikrisht përmes këtij komentime që ja kanë bërë dietarët tanë të njohur. Transmeton Buhariu në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot se një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ndajt në mexhlis i tha besimtarëve të pranishëm se me të vërtet është një dru që nuk bin asnjëherë gjethet e tij, është i dobishëm dhe ai gjason besimtarit. Dhe ashabët metën të habitur se a thua vallë për çfarë druni bëhet fjalë. Atëherë Ibn Umeri e dinte për çfarë bëhet fjalë, por ishte i ri dhe i edukuar që mos flet para njerëzve më të vjetër, më të dishëm, e ruajtin vetën e tij përgjigjen. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, ai është druri i hurmës, palme, i njohur tek ne dhe i njohur në hadisi an-Nakhla. Kur dole nga tubimi, Ibn Umeri tha Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, tha se o bab, unë e kum ditë përgjigjen, po nga turpi nuk e thash. Atër Omeri radhiyallahu ta'ala anhu i tha djalit e tij, të ishe përgjigj, do të ishte për mua më e dashur se pasuria e kësaj bote. Nga se ishte një nder dhe ishte padyshim një privilegj që në këtë tubim të përgjigjet kësaj pyetje të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Ibn Umeri radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe pse Buhariu rahimullah këtë hadith e ka përmend në kaptinat e sahihut të tij dhe dietarët i kanë dhënë komente të ndryshme, por unë kam përzgjedhur që të prezantoj para jush përfitime që i kanë nxjerrë Ibn Qayyim rahimullah në një nga librat e tij të njohur, që i ka shkruar një gjendje speciale të imanit që ka kalu për në te. Është një nga librat e njohura që Ibn Qayyim i ka shkruar duke qenë i mbyllur në itikaf në Kabe. Dhe atje nga adhurimi i madh i Allahut Azza wa Jall, nga gjendja e lartë shpirtërore e imanit që ka kalu, por ulja dhe nështrimi është inspiruar me kuptime shumë të thella. Dhe nga këto inspirime e ka shkruar në libër që quhet Miftah Daris Saada, qelësi i shtëpisë së lumturisë. Dhe në kuadrët e kësaj libra ka përmend do të thotë këtë që na po flasim për të. Prandaj e tëra që do të bëj sonte është të përcjelli komentin e tij dhe kuptimet e tij për besimtarin dhe muslimanin produktiv. Ka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se shembulli i besimtarit është sikur se shembulli një pemë që vazhdimisht është produktive. Mirë po, çka nuk kupton ky produktivitet, mbi çka ndërtohet, çfarë bën një musliman të jetë produktiv dhe aspektet e këtij produktiviteti, të gjitha këto janë të ngërthyer dhe të përmbledhura në këto pika që ka pranë Ibn Qayyim al-Jauziyyi rahimahullah. Andaj shpresoj që çdo kush për neve posa ti ndëgjon këto përgjigje, posa ti ndëgjon këto pika që ka pranë Ibn Qayyim rahimahullah, do t'i bëhet e qartë se çfarë roli duhet të luajë një besimtar në kësaj bote. Dhe kur kjo musliman bëhet apo shpresohet të jetë produktiv. Pra nisa të ndëruar kalojmë në për një kohë jo të mirë, kohë e cila karakterizohet me gjëra apo cilësi apo të ndryshme, por një nga ato që bëjnë karakteristikë këtë kohë është se njerëzit janë larg
kuptimit të drejtë të Islamit, janë larg kuptimeve dhe koncepteve të drejta që duhet të njohet të ditë. Prandaj, edhe ky term, kur një musliman është i dobishëm, kur një musliman është produktiv, edhe ky koncept ka nevojë për të sqaruar, që të unifikohemi në kuptimin e tij dhe pastaj në kuadër të këtij kuptimi të hartojmë edhe strategji dhe projekte, edhe individuale dhe kolektive dhe shoqërore, që të gjithë të bëjmë produktiv dhe të jemi një kolektivitet dhe komunitet produktiv. Mirë, nëse nuk unifikohemi në kuptimin e këtij koncepti, dhe çdo kush nga ana e tij e ka një kuptim të caktuar se çka është më kon produktiv, atëherë në vend që jemi produktiv dhe konstruktiv mund të jemi destruktiv. Ata të cilët jo që prodhojnë, por atë prodhim që e kanë e shkatërrojnë. Prandaj kemi nevojë ta kuptojmë drejt se kur ne mund të llogarisim në produktivitetin tonë, kur mund të llogarisim se jemi një pemë që jap fryte të mira, kur mund të llogarisim se jemi ujitur me ujin e Islamit, dhe ky ujë i këtij Islami na ka bërë që të mbillemi një mbjellje e mirë e dobishme, e cila padyshim i ofron të gjitha të mirat shoqërisë ku jeton. Ne kërkojmë një besimtar që është për lakmi, e kërkojmë një besimtar i cili në çdo aspekt prodhon imazh të mirë për këtë dinë. Kërkojmë një musliman i cili në çdo gjendje, situatë, rrethon që gjendet, pavarësisht a është duke ecë apo duke ndajur, pavarësisht a është duke folur apo është i qetë, pavarësisht çfarë rrethana është, ai reflekton një ndikim të mrekullueshëm të fesë së tij. Dhe tërë këtë ndikim, tërë këtë ia referon dhe ia atribuon asaj që dietarët na ka mësuar, duke thënë se kështu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I dërguari alaihi salatu wasallam na ka mësuar se të jemi produktiv të dobishëm, na ka mësuar se të jemi të mëshirshëm, na ka mësuar se të jemi solidar dhe bujar, e kështu me radhë me virtytet dhe vlerat e shumta që duhet të pajisit me to një musliman. Dhe jo të jemi në të kundërt në kësaj. Prandaj si arrihet kjo dhe me çka ndërtohet, do të mundohem sonte me lenin Allah xhallahu ala në kuadër të kohës së caktuar të trajtoj këtë së bashku me juve. Prandaj udhëtimi jon do të jetë në lidhshmërinë mes këtij shembulli dhe besimtarit. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pikërisht për këtë temë dhe për këtë çështje ka sjellë këtë shembull, që besimtari është sikurse një dru, i cili vetëm hajër ka prej tij. Dhe tash na duhet të numërojmë dhe të hulumtojmë për aspektet e ngjashmërisë mes besimtarit dhe këtij druni. Druni është i njohur, e din njerëzit, e tash po kërkojmë që në kuadër të njohjes së këtij druni ta gjejmë një besimtar që duhet i përngjan këtij druni. Nga se kështu të besimtari, kështu e ka prezantuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj po thuaj se ky hadith vjen si përgjigje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që çdo kush për ne do ta pyeste, o i dërguari i Allahut, qysh unë mund të jem i hajrit? Si unë kam mundësi të bëj hajr? Përgjigjja është këtë hadith. Është i shkurtër si hadith, por është shumë domethënës. Prandaj pika e parë që e pranë Ibn Qayyim rahimahullah në përgjasimin e besimtarit të dobishëm, të frytshëm, mbi çka ndërtohet produktiviteti i tij, thot Ibn Qayyim rahimahullah se ky dru është i njohur me qëndrueshmëri dhe stabilitet. Rëndi ka thella dhe është stabil, nuk lëviz, dhe kjo në jep një kuptim të rëndësishëm për një besimtar, i cili nuk lëviz nga parimet e tij, nuk lëviz nga kuptimet e tij, nuk ngjyroset, nuk ndryshon, e ka të qartë atë çfarë don këtë botë, e din çfarë rrugë duhet ndjek, e din se cili është qëllimi i tij në këtë botë. Prandaj është i kthyer ka qëllimi, është i kthyer ka destinimi i tij, ka është nis, nuk i bëjmë përshtypje thirrje djathtas apo majtas, nuk e joshim thirrjet e kësaj bote, është stabil, nuk ndryshon dhe nuk ngjyroset për çfarë do lloj interesi të caktuar të kësaj bote. Pra i pikë këtu fillon produktiviteti i besimtarit. Një musliman i cili lëviz, ndryshon, një joshje e caktuar e kësaj bote, një ftesë e caktuar, çfarë do qoftë ajo, e thirr dikush djathtas apo majtas dhe për t'u përgjigjer thirrjeve të epshit, kthehet djathtë dhe majtas duke e lënë rrugën që është nis, duke e lënë anash, synimin që është nis, nuk pritet që ky besimtar të frytshëm, derisa mos të dëshmon qëndrueshmëri dhe stabilitet.
Andaj shikoj sa bukur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përgjasu besimtarin me këdru. Jo rastisht e ka sjell këdru shembull për besimtarin. Prandaj edhe kur ka qenë duke vdek Hudhaifa ibn al-Yaman radiallahu ta'ala anhu, e ka vizitua Abdullah ibn Mesudi. Dhe Hudhaifa ka qenë i njohur me dije dhe ka qenë i njohur si një sekretari pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasa e ka vizitu ibn Mesudi, i ka thonë, je duke vdek, atëherë ma leni porosi, më këshilla me deq. Qëfar i tha Hudhaifa ibn Mesudit? I tha, e ma wasalek el jekin, atkar, a je i bindun se mire ki, apo hala ke nevoj ta shqyrtash rrugën që ke përzjedh, apo hala ke nevoj ta shqyrtash shpërblimin që një njës me e marë. Ka se shumë njerëz, ata teorikisht ndoshta e din se janë njës për xhennet, por fatkeqësi shpesh hera gjatë rrugës këtë qëllim e japin për gjëra shumë të thjeshta dhe banale të kësaj bote. Prandaj çdo kush për një kohë me e shqyrtu, a ki për një me ku je nis? A je i bindur se kjo që ti jenë te është haku i vetëm, s'ka tjetër? Çdo verzion tjetër është i kot, i paqëndrueshëm, i dëmshëm për njeriu. Dhe posa e pyeti kështu Hudhaifa ibn Mesudin, a je i bindur? Atë ka bindja? Apo ala je duke u hamend? Tha, jo jam i bindur, s'ka hamendje. Kjo është rruga e vetme që na kalon te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çfarë tha atëherë Hudhaifa? Tha, iyyaka wa talawun. Atëherë mos u ngjyros mo, një ngjyrë ke marr. E ke marrë ngjyrën e tauhidit, sibghat Allah, wa man ahsanu min Allah sibgha. Kjo është ngjyra e Allahut azza wa jall. Allahu na ka ngjyros me fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. E kemi një ngjyrë, çdo ngjyrose tjetër e prish imazhin. Sikurse kjo xhami e bukur që ka ngjyrën e vet, para mendon një fëmijë me ndjelet tash të merr që për dëshirat e tij dhe për kurresht e tij të fillon dhe ta njollos këtë mur të bukur me ngjyra tjera. Si të duket ai, i njollosur, nuk është tërheqës, nuk të bën përshtypje më. Andaj si duket edhe ne si musliman shpesh herë me veprat tona, me raportet tona me zvete, me mënyrën e komunikimit e kështu me radhë, e kemi njollosur shpesh herë këtë rrugë dhe nuk është bërë jorse për tjerët sikur se ka qenë më herët. Nuk është bërë tërheqëse madje as për neve, shpesh herë që jemi pjesëtar të kësaj rruge. Për këtë arsye ne duhet t'ia kthejmë vetes tonë ngjyrën që me të na ka ngjyrosur Allahu xhallahu ala, nga se kështu Allahu e quajti në Bekare, sibghat Allah, e quajti ngjyra e Allahut. Kështu Allahu ju ka ngjyrosur me ngjyrën e tauhidit, me ngjyrën e pasimit, me ngjyrën e pastrimit të zemrave, me ngjyrën e asaj që ishte në te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ashabët e tij. Prandaj ky dru është stabil, është i qëndrueshëm, dhe ky dru nuk bartet djathtës dhe majtas. Nuk është sikur sa ata drunjet që thot Allahu xhallahu ala ujtuthat min fawq al-ardi ma laha min qarar. Një dru i cili është i shkullur nga sipërfaqja e tokës dhe nuk ka stabilitet, e bartira djathtës dhe majtas, nuk është i qëndrueshëm. Sot e ke gjetë në këtë rrugë, nesër e gjen rrugë tjetër. Apo sot e ke gjetë në këtë mahall, nesër e gjen në atë mahall. Nuk ka stabilitet. Prandaj besimtari, produktiviteti i tij dhe është i frytshëm atëherë kur është stabil, kur është i qëndrueshëm, kur nuk i bën përshtypje thirrjet e tjera. Sikur që e kam përmendur disa nga dietarët një rast i cili mund duket në aspekt në jashtëm jo interesant dhe jo i rëndësishëm, por e ka kuptimin e vet. Se një njeri e kërkonte dorën e një gruaje për ta martuar. Dhe normalisht në këtë fazë e jashtë atë grua se do të jetë i mire, e dënë, është sinqertë, kështu me radhë. Dhe e gru ishte e menqër për të vërtetu se a është i sinqertë, a është duke lujtë. Qëfar i tha? E provokoj me diq që e qitë të mpa që ndryshmërin e këti njeri përballë deklaratëve të ti. Dhe i tha, në rregull që ti po më kërkon mua, por e kam një motër më të mirë se une. Dhe i fillon të shikon djathtës edhe majtas. I tha gruaja, lau sadakta mel të fette, të kishe me qeni sinqert, nuk kishe me u këthy. Apo,
nga se s'bën përshtypje asnjë jushje tjetër. Për këtë arsye edhe ne, në qoftë se ftesa Allahut azza wa jall, në qoftë se shpërblimet dhe premtimet e Allahut te bareke teala, me të vërtet janë për neve joshse, janë për neve interesante. Në qoftë se e vërteta që në te jemi, është e vërteta e vetme që në te besojmë, dhe jemi të bindën te, atër asë një thirrje tjetër s'na bën përshtypje. Për këtë arsye dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo kur e nënshkroi marrëveshjen e Hudejbjes, dhe aty kishte një nen që çdo kush prej neve do ta refuzonte. Cili ishte ai nen? Se nëse ndikush nga banorët e Medinës ik në Mekë, dezerton, kurrejt e Mekës nuk e kanë obligim me kthy në Medinë. Ndërsa nëse ndikush nga banorët e Mekës shkon në Medinë e pranon Islamin, i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka për obligim me kthy. Nuk ishte padyshim një marrëveshje në aspektin e jashtëm e pafavorshme për musliman. Por i dërguari sallallahu alaihi wasallam me plot bindje dhe me plot komoditet e nënshtroi. Pse? Nga se të njëjtën e pyetje edhe Herakliu Ebu Sufjanin. I tha, ata që po shkojnë tek ai, ata që po i bindën atij, ata që po shkojnë mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a ndodh ndonjëherë dikush prej tyre me u largu? Ka unë kur? Ka aja që kjo është pra besimi. Kur zënë dhe në zemër, s'lkunët mua. Nuk lëviz mua, le të thirë dunjaja sa dënë. Sikur që ka thonë Aliju radiallahu anhu, o dunja, gajri, shka dhe mashtraje dikën tjetër posmeje, unë i kam sy dikën tjetër, unë e mi përcaktuar dikën tjetër, nuk më bëjmë përshtypje thirjet e tua. Në kjo është një aspekt i rëndësishëm që duhet besimtarit i kushton vëmendje, në qoftë se dëshiron të jetë i frytshëm, produktiv, i dobishëm. Andaj ata njerëz që kanë lënë pasuri mas veti, këtë xhamia to, ata kanë qenë të qëndrueshëm vetëm në një pikë, në tregtinë e tyre me Allahun xhallahu ala. Edhe pse ndoshta kanë pas oferta më të mëdha për ta shit këtë rroll kur ndërtoi këtë xhami, apo për të shpenzuar para dikun tjetër në vend të vakëfeve që i kanë lënë, mirë po kanë qenë përkushtuar në tregtinë me Allahun xhallahu ala dhe qëndrueshmëria e tyre në këtë marrëveshje me Zotin xhallahu ala, qëndrueshmëria e tyre në këtë tregti dhe bindja se kjo është tregtia vetme që fitohet, i ka bërë që të jenë produktiv dhe të frytshëm. E dyta që duhet përmend është se këtë rrugë vëllezëruar, çfarë fryte ka? Të gjitha hurmeja, vëllezëruar, hurmeja ka shumë lloje. As nuk i dim sa janë, as çfarë janë. Mi po një gjë e dim për gjitha këto lloje, se të gjitha llojet e hurmës janë të ëmbla. Apo molla, a ka lloje të shumta? Po, a janë të gjitha llojet e mollës të ëmbla? Ja, nuk janë. Dhe kështu me radhë me shumë pemë tjera. Ka të ëmbla, ka tharpta, ka gjys, kështu me radhë. Hurme, veç të ëmbla, ka s'ka tjera. Andaj, në qoftë se tash këtë e bartëm tek besimtari është produktiv, është i dobishëm atëherë kur fjalët i ka të ëmbla, atëherë kur veprat i ka të ëmbla, kur i ka të mira, apo sikur që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se el muslimu men salima el muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslimani i vërtetë është ai i cili muslimanët e tjerë janë rahat, janë të qetë, ndëgjojnë fjalë të mira nga gjuha e tij dhe janë sigurt nga dora e tij. Shpeshherë vëllezëruar, na shumë punë, na shumë për mund të prishim. Shumë gjëra mund të prishim për shkak të pakujdesit në komunikim të ndërsjellët mes vete. Madje mos thënia fjalë të duhura në kohën e duhur prish jetën bashkëtorë, prish raportet fqinësore, prish raportet mes xhamatit. Andaj Allahu xhallahu ala ka obliguar që ta themi atë që është më e mira, që mos të keq kuptohemi, që me të vërtetë të jemi të ëmbël në fjalët tona, të jemi të ëmbël në veprimet tona. Shikoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në çfarë sprova ka kalu? Në çfarë problemi ka kalu? Në çfarë telashe ka kalu? A gjen ndonjëherë se fjalori i tij ka qenë i hidhur? A gjen ndonjë po është stërkuq, i ka ndodhur të stërkuqet nga gjendja apo nga rasti i caktuar që e ka provokuar?
Ka ndodhur që në hutbe t'i ngritet zëri, duke të rjekur vërejt në muslimanëve, po, mirë po, përmbajtja fjalor ti ka qenë gjithmonë e ëmbël. Prandaj ka thonë Enes ibn Malik, se i dërguari sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk ka qenë nga ata që mallkojnë, asnjëherë nuk ka qenë nga ata që e ofendojnë apo e rëndojnë dikën me fjalë, asnjëherë s'ka qenë nga ata që ka shpifur apo ka akuzuar ndonjëkujt. Kur? Dhe kjo është besimtari produktiv. Nga se nga njëre mundesh me fjalët e tua, mundesh me fjalorin tënd, me idhësinë e fjalëve dhe shprehjeve që i nxirr të rënosh shumë gjëra që ndoshta vetë i ke ndërtuar. Sikur që thuhet, një bujk është kthyer në shtëpinë e tij i mërzitur për një sprov që ka godit. Dhe gruaja vet kur e ka pa i tha, çfarë ka ndodhur njëri? Tha, hajri inshallah, çfarë është kjo çehere kështu? I tha, ka ngordh gomari. Gomari ka ngordhur, për të padyshim ka qenë fatkeqësi e madhe, nga se me te ka kryer shumë punë. Dhe tash gruaja për me ngushtu burrin, por gabimisht i tha, mos ke gale se ty të kem sa 100 gomar. Apo, a e në të kuptim i thonë që të pasi ke pështu t'i elhamdulillah, mirë po, u dek u met 100 fisha ma gomar sa e që të sofa. Andaj kësut, dëmonë, në këtë lloj komunikimi, mund me qenë njëri me dëshirë me po mirë, po një kujdesshëm, ka dalë që ka përthu, si po shprehesh, nga se idhësia e fjales, apo nuk ëmbëlsohet me ëmbëlsirën e qëllimit. Apo idhësinë e fjales nuk e ëmbëlson ëmbëlsia e qëllimit. Prandaj, ne si musliman do t'jemi të ëmbël në fjalët tona, në shprehjet tona, në të gjitha ato që komunikojmë me botën e jashtme. Tjetra çka e bën këtë besimtar produktiv të frytshëm është ajo e njëjta që e bën edhe këtë pemë, që e bën këtë dru. Këtë dru të ndëruar karakterizohet me një petk i cili e ka mbështjell këtë dru dhe nuk zhveshet kur prej tij. Shikoj drujt e tjerë, zhveshen, apo ju bjen lkura, ndërsa hurmja, palmja është e mveshur gjithmonë me petkun e saj. Çka nuk kupton kjo? Përkundërstinëve, verë, dimën, vjesht, pranverë, gjithmonë e ka të mveshur petkun, që Allahu xhallahu ala ka mveshur me të. Cili është petku i besimtarit? U libasu taqwa. Allahu xhallahu ala devotshmërinë e quan petk. Andaj besimtari është sikur se hurmja, është i veshur me devotshmëri gjithmonë, me frikën e Allahut azza wa xal, me vepra që e mbrojnë nga zjarri i xhenemit. Nuk varet devotshmëria e tij nga disponimi që e ka. Nuk varet devotshmëria e tij nga sezona, nga rrethanat, nga pozitat, apo nga gjendja sociale dhe materiale. Nuk varet. Nga se ajo është i devotshëm, aja ka frikën Allahu xhallahu ala përkundër rrethanave, përkundër situatave, përkundër dunjas e kështu me radhë. Ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishin të devotshëm, të përkushtuar ndaj Allahut azza wa xal, edhe kur ishin në varfëri, edhe kur ishin sprova. Mirë, po edhe kur u aqeli Allahu dunjan, ishin të njëjtë, pa lkundër. Për shembull, ta marrim Zubair ibn Awamin, i cili ishte në Mekë, dhe pa dyshim se u detyrua kur bën hijrat, shumë nga pasuria të lënë, s'patë mundësi të gjitha t'i marrë me veti, shkuan me pasuritë të cunguar në Medinë. Dhe si ishte Zubairi në Medinë? Ishte nga ata që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përgëzoi me xhenet. Kur ju hap dunjaja Zubairit, a u presh apo mbet edhe më i përkushtuar Allahut azza wa xal? Edhe më i përkushtuar mbeti. Zubair ibn Awami kur ka vdekur dhe ndëruar, sa për ilustrim, ka lënë pasuri të madhe. Dhe sa dietarët e përkthejnë këtë pasuri që e kalon në parë të saj kohe. A i kalon pas veti, kalon thmi, kalon 4 gra, kalon shumë gjera pasure. Vetëm grave të ti kanë takuar si pas pareve të sotit, dikun ka 100.000 euro se së dhe satër. Mos falë dhe më thonë, për djemët, për vazët dhe kështu me dhe sa kalonë. A e ka ndryshuar ndryshimi i dunjas Zubairin? Pa dyshim se jo. Sot një njeri për shembull në xhamat është i mirë, është i sjellshëm, nesër me bova kia me uqil dunjaja, fillon me herë fillon sta qel telefonin atë.
Mere fillan nuk e shemë në saft parë. Mere shemë se nuk ka mu atje ku e këna pa gjithmonë. Pse? Këse ka ndryshu filoni, apo se ka ma të petë këtë devëshmëris që ka pas për para. E ka ndru teshën mo. Së është e tesh mo. Ta është tjetër tesh ka. Ta është tjetër petë ka. Ndërsa besimtari ka një petë. Krejt dunjaja më rutullu. Apo krejt gjendin më ndryshu. I smut e i shnosh. I pasër e i varfër. Në pozit e pa pozit. Lartë e poshtë. Që do qëftë, ajo është nga ta që Allah t'ja ka frikën. Kjo nuk ndryshon dhe besimtari. Gjitha gjendit mund me ndryshu. Mund pësojnë rritje, mund pësojnë ramje, mirë po devëshmëria të besimtari pësën vetëm ngritje. Ska ramje. Nga se besimtari nuk din këthim rapa. Për këtë arsye edhe, aj që shpresojmë nga aj tjeti frytshëm, produktivitet, tjeti dëbishëm, është aj cili e ka të veshur gjithmonë petkën e devëshmëris, nuk e zhvesh kur për kundër qëfar do lloj rrethane situata që aj kalon e për ta. Kështu kanë qenë ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shikoj në çfarë sprova kanë kalu. Kur e ka kaplu Ebu Bekrin sprova e dezertimit të shumicës së fisëve arabe. Aisha radhiyallahu anha vajza e tij thot, e kishte kapluar thot babën tim një gajle e cila po t'i vendohej kodrave do t'i shkrinte. Qaq gajle e madhe, breng. Nga se pejgamberi s.a.s. është munduar, është përpjek, e ka kriju një shtet, kalon sahabe, kalon e qetësi dhe siguri, dhe tash këtë emanet së pari po e shtuin për para Abu Bekri, dhe së pari po rrezikohet me rënim, ajo që e ka ndërtu me djesh dhe mund dhe me gjak, Muhamedi s.a.s. Ishte përësie madhe për Abu Bekri, nuk ishte let me e bartë. Andaj Aisha radhiyallahu anha thot se po t'i vendoj kodrave, ajo që e kishte baba im do t'a shkrin të kodrën. Dhe e pyetën Aishën, e si ishte baba im? Tha i qëndrushëm ma shumë se kodra. Qa i njëti? E adhron të Allah në gjellë uala, falte namaz natën, agjeron të ditën, e kishte dhikrin. Devëshmëria ishte pjesë për bërse e ti. Andaj dhe në ruar, devëshmëria e besimtarët është shtim e sipër. Nërsa jo për shembull dikush, apo devëshmëria ka të theksuar në Ramazan, atëherë lexon Kur'an. Prej atëherë për shembull, Ramazani sa mu i ka që ka kaluar. Se si për neve, e këna fitu një petë devëshmërisë në Ramazan, me dhikër, me Kur'an, me agjerim, me namaz me gjemat, namaz natë e kështu më radhë. Sa ka met që i petë i veshur nga Ramazani, sa ka met nga Kur'ani Ramazani të ti, sa ka met nga dhikri i Ramazanit, sa ka met, apo është duke, si kurse aje tesha që qëndiset, apo e pastaj, posa ta qëndis e merë fijin dhe e tërjek për ta shthur atë që e ki thur. Dhe ndoshta për pak ko, apo atë që kemi thur si pet këto në devëshmëris, mund të shturët tërësisht dhe të mbetemi pa tesha. Ku është pet këtë devëshmëri? Ku është devëshmëria? Ku është, si kurse ka thonë Ibn Mubareku, rahimahullah, sa njerëz të ligë jenë ata që nuk e njohin Zotin post Ramazan. Sa shumë burat mirë. Prandaj, qka shpreson të arrish në Ramazan në arshëm? A vjen shumë shpejt? A je duke vazhduar me devëshmëri? Ku e ki petku në namazit natës? Ku është petku i namaz me gjemat? Ku është petku i Kur'anit? Ku janë? Gjitha këtu besnër duhet mi pyet. Ai që është i qëndrueshëm, është stabil, gjithmonë ka këtë petk të devëshmërisë, të takvallokut veshur, nuk ndryshohet. Sikurse ishte i pika e parë, i qëndrueshëm, nuk ndryshohet, nuk e ndron petkun. Në Ramazan i na vesh ma trash me tërë se ma ftaft, e tash i kena vetë të tërë ma të hola se në zetë për na vjen. A i gjithë, anë zindili, nuk zindili, është vab, nuk është vab, gjithmonë i ka teshat e devëshmërisë të veshra, nuk i desh dhe nuk i largon nga vetët i asë njëherë. E kushtu që në ranë, po, kë njëri pritë të jetë produktiv, i dobeshëm. Nërsa ata që lëvizin, ata të cilët e kanë një tesh për Ramazan, e një mas Ramazani, një tesh e kanë, apo kur i kanë punë mirë, e një e kanë kur si kanë punë mirë. Një tesh e kanë kur janë xhami, e një e kanë kur nuk janë xhami. Një tesh e kanë kur janë të shtëpia, e një kur e kanë punë. Ndrojnë tesha vazhdimisht. Këta njerëz padyshim se kanë nevojë fillimisht të identifikohen me petkën e devshmërisë, e pastaj të llogaritim në produktivitetin e tyre. Qase ai njeriu i ndëruar i cili nuk ka
nuk ka ecje stabile. Nuk ka ecje stabile, të vazhdueshme me Kur'an. Ata mërmenja ka me pas ecje stabile me ty. Ai që me Kur'an s'munet gatë me e qu. Ata mërmenja qenë me ty edhe me mu. Ose une, nëse nuk kam qëndrueshmëri, nuk muna gjithmonë me i tesht të takvallokut kemi veshur. Apo, a kam mundësi që t'jem gjithmonë i veshur me teshën e vllazërisë? Jo, ai që e desh për rrethana, për gjëra të caktuara, e desh dhe e dobson teshën e dëshmërisë, ai teshat e tjera të vllazërisë e këtë më radhë i desh me lehtësi. Prandaj llogaritim në produktivitet, llogaritim në fryte të një besimtari atëherë kur ai petkun e ka gjithmonë të veshur të takvallokut, dhe këtë e ka gjithmonë në shtim e sipër, e trash këtë tesh vazhdimisht deri në takimin me Allahun xhela xhelaluhu. E treta që dua të përmeni, apo e katërta, prej pikave që qesin pa besimtarin produktiv, e që i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka përgjasu me hurmën, është se, subhanallah, hurmeja është e lartë, hurmeja është e naltë, frytet si ka poshtë, mirë po më letë është me i marë ato naltë si me i pas poshtë. E ke pa, do të thotë kush e ka pa trungun e hurmës, so letë është me i vjel frytet e saj, so letë është me unë gjitë, nga se vetë cipa e trungut se është me shkallë, vetë është me shkallë në gjitër. Ande dhe besimtar është i letë, nuk është i ronë, nuk është i fështirë, letë është me nejtë me ta, letë është me marrë vesh me ta, letë është me punu me ta, letë është me marrë dijen për ti, letë është me marrë punën për ti, letë gjithë e letë, ma dje, edhe kur s'jen pajtim me te, letë me marrë vesh me ta, letë me te kalu mos pajtimet. Dërsa ka njerë që në tronë, në fështirë, problem është një pikë me po me qëllu, mos me marrë vesh, problem është jetë pikë e zezë dherë një mëllë këjanga. Si kurse ajrasi që thuhet për ata njerëzit, apo, ata dy shokë që janë kapë rreth asaj jashtëqitës asaj kafshë, ka dhe njëni ka unë është e kalit, ka një kjo është e magarit, apo edhe tani është ty, jasashtë, jo unë e kame, jënë prish. Mas 10 vjeti i kam pajtu njerëz, hajtë më rëbura se s'prish njëri për një jashtëqitit Tajvanit, apo, po esni për para. Jënë pajtu, menci kam pajtu, ta mani ullë ka thonë, a i kutohet për çka na prish, për një jashtëqitit magarit. Ka shfar magarja, kalit të konë, o pëjtë më prish. Apo, andaj do, nuk është të muslimani i ronë, i letë është Allah, i kalajshëm është. Ulemat tonë, shikaj vëllezëruar ulemat, qëfar mos pajtime kanë pas, në fik, në qëfar qëndrime, për me gjithat, kanë qenë të letë, kanë qenë të kuptushëm, a ka qenë për shembull, aja që ka sot shumë tek musliman, nga mos pajtime dhe përqarja, a ka qenë burimi i saj tek medhebet, a është fajtor, Ebu Hanife rahimullah, ose Imam Shafiu, a janë fajtor ata pëse sot musliman së në bashkë, a ka prodhu lëllëshmëria mendimeve të tyre përqarja, absolutisht kur, nga sa ata kanë qenë shkolla në veti, por me lehtësi kanë të kalu mos pajtimet, me lehtësi kanë debatu, me lehtësi kanë pas ndoshta edhe mos pajtime e kështu me radhë, por me gjithat, sikur si Imam Shafiu rahimullah, ka pas një mos pajtime një nga shokët e ti, kanë debatu dhe jënë do nga tubimi. Pas kësaj, ka shku Imam Shafiu rahimullah në derën ati dhe i ka thonë, e ka tërki derën, ka dalaj vlaj ti, ka dalaj tjetëri, i ka thonë qëre, fakti që ne s'po pajtojmë këtë mesele, zë më thonë që s'na mirë vlazën, halat du për Allahun të jopë. Andaj, i letë musliman, nuk është i ronë, nuk është i komplikum, i thjesht është, letë është më marrë vesh me te, letë më arritë aj, shikane pejgamberin sallallahu sallam, për me nejtë me pejgamberin sallallahu sallam, a është dasht me pas, agenda, roje, a ka qenë letë me mritë aj, apo shtirë? Wallahi shumë kalaj, ke shku në gjamije ke gjithë gjamije, qatë në rrugë ke gjithë, madje kanë arë njërët me dine, s'kanë ditë së është pejgamberi sallallahu sallam, mi kalaj shumë më konë, shumë letë ka qenë më marrë vesh me te, shumë letë ka qenë edhe me, shiko, mas tërë ati mos pajtimi, lufte, me Kurejsht e Mekës, sa kalaj u pajtu me ta. Abasi radiallahu anhu migje i ti, e ka pru Ebu Sufjanin, natën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në tendat që i ka vendosur për asëmin në Mekë. Natën, nesër sabah po hinën në Mekë, të marrën Mekën.
Njëri që 23 vjet e ka luftu, e ka pru Abbasit tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam masaj ai ka thonë, me ja fillu tash me anxhe historinë, çam ki bo, ç'e kon, ç'ka kalu, apo shumë let ka thonë, ka marrë fund kjo punë. Madje ka thonë kush futet në Qabe dhe në shtëpitë e Abu Sufjanit, apo është i sigurt. Jusufi alayhi salam me çfarë lehtësie ka te kalu tëra zullum që ka bëu vllazët e tij. Me lehtësi, faqebar, i kallajshëm. As si ka poshtnu, as si ka nënçmu. Po, është marrë vesh, a kuptu se ju keni pas keq, a marrë vesh, u kry, kalon e matutje, ecëm. Ka thonë, la të thriba aleikum uljau, yaghfirullahu lakum. S'ka së qërtim për juve, s'ka së të raport, s'ka së të ngushtim, ja u falë Zoti mua dhe juve. Andaj është i letë besimtari, është i kallajshëm. Ka e në për shembull në familje ndodhë që njerëzit jeta bashkë të komplikohet, pa lidhje komplikohet. Kërkohet raporte për gjatë tjetër, ti kaloje. Shikoj këtë rast të mrekullueshëm. Si e ka eduku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Aishën me i te kalu problemet. Ka se nëse nalën bashkët në çdo pikë, ja tash kemi më kallzu pse e tha që fjalë. Pa e thonë s'shkon në matutje. E ka thonë ka përcyes kjo punë. Ka i dërguari sallallahu alajhi wasallam dhe dërguar një natë ka qenë tek Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Dhe normal ajo natë ka qenë nata e Aishës. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ngrit qet nga shtrati i tij. E ka largu qet apo plafin dhe çarshafin e tij. E ka qel derën qet, e ka mbyll derën qet dhe qet ka dalë. Aisha është shtir këse po flet pas ka qenë gjop. Është shtir këse po flet pas ka qenë gjop. Dhe Aisha i ka shku menja, ka thonë shkej te gryja tjetër. Edhe u dalë me përcjell, se nëse e nxën çdo të tjetra bëhet problem bëhet. Edhe ka shku me përcjell. Kur e ka pa, pejgamberi sa ka shku në Bekije, te vorët e musliman me bëu dua për musliman të vdekur. Dhe kur është kthy marr ka shtëpia, Aisha e ka pa dhe ka thënë me vrapu. Me ik, mos më pa që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po e sheh. Kur ka shku Aisha mushtra, normal ka ar pejgamberi qet, ka dal, mos na prish gjumën, mirë po Aisha ka vrapu tash fryma, nuk është e qet. Ka bëfim thellë se ka ngajt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, a mendove se i dërguar i trathana, son të është nata jote të tia. Aisha ka kuptu se gabim është, tash mund bëhet problem. Jo nësë besova, jo besoja, kujtova, ka thonë Aisha, e Rasulullah, kur dikush për njëve shkon të vorët, qka me thonë, u kryjë muhabet, ngajta, s'ngajta, të vorët, qka me thonë atër. Kaloj muhabetin, mos u koqit të pika të caktuar, të kaloj problemin. Dhe jo munal, ja, ta shqytë, s'më beson të mua, ja unë që tash, ka dalë, apo ja pse s'më beson ti mua? Atë kam tratu, jo s'kam tratu, jo menova, është bëu çështje problem, është dash me hin njerëz me i pajtu, Aisha me pejgamberin son, munat është çdo pikë. S'kalohet çështja. Apo ka gabu, ka menu, ka pas projektim, ec. Ani është i lehtë besimtari. Ky është i kallajshëm me provu, edhe me kur i fritshëm. E po çdo çështje munal, çdo çështje me koçit, çdo çështje, kia ka zëmat i musharimin tash. Tash ti mund një 10 faqe serami, pse në këtë tubim je ul çatjem, çështë më çështë, pse? Shako gale Allah kush kullë, kush ka kalaje, bëhu i letë, se musliman është i letë, është i thjesht, i kalajshëm është. Letë mund është një amartë mirat, letë mund është me përfitu ngaj, nuk është i komplikuar. Kjo është musliman i frishëm, kjo është ai që është produktiv. Tjetra që e kam përmend dietarët është se për këtë hurmë se i dërguari sa sërë me ka qenë si shembull dhe ruar është se kjo hurmë krejt që ka konë të është dëbishme. Krejt që ka konë të është dëbishme. Krejt që ka konë të. S'ka diqka në to që nuk përdorët. Nuk ka diqka që konë të që nuk përdorët. Madje tash e kanë zbulu, apo se edhe farët e hurmës, në qofë se bluhen, janë shërim për shumë smunit vështira të kësaj kohë, si ku se shëqeri e kështë më radhët. Edhe fara e saj ka dobi, kejt ka dobi. Andaj qëfar kjo nebë me kuptu me besimtari? Besimtari i tëri është i mirë. Për shembull, nuk ka mundësi një musliman apo me koni i mirë veç në sytë e ti, po veshti ka të këqija të. Një në gjithë shka. Ose veshti ka të mira, po guën e ka të keqe. Ose guën e ka të mira, sytë ka të mira, po durti ka të këqija. Besimtari tërë qenja ati është e mirë. Nëse të bënë dobi me sy, ja sheharin. S'ka mundësi me të bënë dobi me sy, të bënë dobi me vesh. Apo, s'ka mundësi me të dobi me vesh, të bënë dobi me gjuhë, me dorë. Krejt që ka kanë të të kone dobishme.
E jo si kur se thot Ibn Qayyim rahimahullah në një për librave tjera, thot fatkeqësisht të gjenë sot nga njerëzit, kjo vakt Ibn Qayyimit, me kon këtë vakt i kishte nuk këtë libra Ibn Qayyimit. Kështu këtë diçka tjetër. Apo thot sot fatkeqësisht gjenë njerëz të cilët falen natën, agjërojnë ditën, e ndjekin safin e parë. Janë shumë këtë aspekt njerëzit, apo nëse aspekti është shumë të kujdesshëm. Thot mirë, po nuk janë rahat krijesat e Allahut nga gjuha e tij, nga përgojimi, nga bartja e fjalëve, nga shpifja, nga akuzat, nga ofendimet, si janë qetë njerëz për tinë ato. Andaj kjo është produktiv në çdo aspekt, nuk ka mundësi me kon. Prandaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka pru, e ka sjell shembull e hurmës që është e dobishme në çdo aspekt që kështu duhet me qenë besimtari. Është i mirë kur është i pari, por është i mirë kur është i mramti. Është i mirë kur është këtu, e është i mirë kur është këtu. Çka do ku do të vendos? Çka do të kërkon prej tij është i dobishëm, është i mirë atë. Nga se edhe kur të fol është i mirë, por edhe kur të hesh është i mirë. Ka se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flet mirë ose le të hesh. Andaj besimtari edhe kur flet mirë, edhe kur hesh për smire. E dim se po hesh. E jo sikur se do njerëz janë të fshehur pas gjuhës së tyre, kur të sheh kompleksohet para ti. Kur të sheh, bën përshtypje që ky veç deka e ndon për Firdausit. Çaq njeri, apo, po si të qel gojën, njëra e kupton se ajo është ke diçka tjetër. Ke diçka tjetër. Prandaj, sikur që shembull kam përmend dietar, do të përmend një kam përmend disa dietarëve se është mbajt një herë një garë e poetëve. Gara e poetëve është mbajt. Edhe kanë një poet, lloj, kanë recitu poezitë e tyre, edhe komisioni ka vlerësu. Ky kaq. Deri sa ka hyrë njëri me teshat e poetëve të vjetër. Kur kanë pa këtë aspekt, i veshën, ka thonë ky teshat i pas këtë poetëve. Ky kush e shkoi gjuhën Allah. Veç kanë bërë me qel gojën edhe më ia dhon vendin e parë. Por posa e ka qel gojën, çfarë me qel gojën Allah? Po çfarë poetja sa, çfarë domon katastrofë. Edhe njërin nga antarët e komisionit i ka thonë, o djali mirë, ose shka bëne guhën që ki teshat, ose vesh i teshat që ki guhën atë. S'ka mundësi me konë, ke vesh teshat e njerëzit maje guhën e kitë rëgachave. S'ka në kështu. Dhe s'ka mundësi një musliman, kur bije fjale për namazën saft parë, ose kur bije fjale për në rrugësh rrugachat, atë janë saft parë. Në të nësë vërë me konë saft parë. Dush me ditë ku me konë saft parë, ku me konë saft mramët, e ku mos me konë heqë, dush me ditë. Andaj kështu është besimtari, si kur se thashe ka përmanë pejgamberi sa për hurmën, sa jo e tëra është dobi. Nuk, madje, ka thonë Ibn Qayyim rahimullah, në qofë se e detajizojmë dhe e zbërthejmë totalisht hurmën, palmën, trungun e saj, do gjemë se dhe për therrave të saj ka dobi. To që ka do si therra, edhe për saj ka dobi. A ka besimtari therra? Po, ka therra. Apo, e ka në therrë me ta, e din ka me therrë me ta. Apo, që ta hurme i jep njerëzve, qka të lypsh? Ata që janë me të mirë, i jep hurme. Ata që dojnë me bu keq, jau që të therrat ato. Ata e besimtari, ka therra, nuk ka pa therra. Si në pa therra, ne kem therra tona. Po nuk duhet me therrë një të të nësaf, kur të është gjamit me mshirë therrat, kur të është musliman të me mshirë therrat të me ditë kujtë me a kalzu, apo të me ditë kujtë me a qitë therrat, e kujtë me a jepë hurmet. Na fatkesin nga ne bune gabim. Tjertë për na jojnë hurmet, e na pojmë therrat për një të të të. Fatkesisht, duhet me ndru sistemin, apo duhet me hongër hurmen me të të të. Me hongër ato që ka me mira, nërso në qëfë se dikush duhet me i marë therrat, dim ku t'jepë me të therra në ato. Në kjo është produktiv, ai që din me dalu, ku që ka me dhonë, ku që ka me jepë, din me dalu, është nga ata të cilët pa dushim përfitohet nga çdo gjë që ka prej tij ato. Tjetër që mund përmenet se një musliman është produktiv, i frytshëm, kur një musliman bëhet i dobishëm, atër kur bëhet si hurmja. E çka ka hurmja tjetër pra që duhet na me ditë? Unë nuk di, nuk jam ekspert i hurmave. Apo nuk di. Mirë pa ta që e kam përmenet ata që e njojnë hurmën, dhe Ibn Qayyim rahimullah për i ty në ka marë, thot, interesant, hurmeja lëruar sa ma tepër vjetërsohet, aq ma shumë fryte jepët ma të më lejkaptën.
Apo? A jem na qështë? Kur ke fillu më u falë, ma ja më lekon. Ta është tu i dhëtu. Sa ma shumë po vjetë në islam, ma jedhë përbosh. Apo? Nuk banë kështë. Fillim ka qena aktiv, ambiciaz me punu për hajre kështu me radhë, edhe ta është dalë benzin. Ta është s'ka aktivitet, më s'ka korgje. Balkëna, mjallon të tjerë, vapë. Dërsa ata që kanë kuptu produktivitetin si duhet, apo produktiviteti tyre, dobi tyre, s'ka qenë e ndërlidhur me kohën, me moshën, por ka qenë e ndërlidhur me shpërblimin që kanë kërku. Andaj në momentin kur ti me ndalë, se je i pavarën nga shpërblimi, nuk dhvyn shpërblimi, më s'puna më kajrë korgja. E kur është e kohë? Asë njëherë. Ibn Mubareku, rahimahullah, vlenëruar, ka qenë në shtratë të vdekjes. Edhe ka arë njëri me e vizitu. Edhe ka thonë, e kam një hadith me të adhonë ata. Edhe ka thonë, a i si këshil, kur ka qëllu qatë hadith, se ke shkru Ibn Mubareku. I ka ikë. E ka nëzirë këtore nën shtratë që ka pasë edhe e ka shkru ata. E ka shkru hadithin. I ka thonë, qëta është po shkruna? Balë mo, balë ke shru mo, balë ke ledzu mo, që shtojnë të na. Balë ke punu mo, ka kush punaj mo, veç, a gjithi me hjeka, a gjithi me punua, ka kush hjek për këtë punë. Ka thonë Ibn Mubareku, nuk e di hala, e këm shkru atë hadith që për te Allah më qënë gjenet, nështë që kjo është shajata. Nuk di e dini me qka e fitën. Një grua, si kurse dini, ka fitu me qka? E ka fitu me një dhenje të ujit, kujna? Qenit ata. Dërso një njëri ka hum krejt me një fjallë që e ka thonë ata. I ka thonë vladë vetë, ty Allah kështë ta falë, qa që i keqti, ty asë rahmet për ty skapa. Apo krejt që ka bolla e ka hupë. Andë njëri që ka thonë pejgamberi s.a.s. Dikush për juve ka më afer gjennetin se damari që i rranë qafë. U nëru këdhali ka thonë, edhe gjenim në ka që të nga ta. Andë kujdes, puna dirin fërim në fundit. Puna gjithmonë, bëhu i frishëm. Dhe sa ma tepër të shtohet pasuria, ma tepër shtohet sadakaja. Dhe njerës ku kanë pas ma pak, ma shumë ka njerë. Sa ma shumë i shtohet, tash me shtimin e pasurisë, po ju shtohet dhe tuta ma shumë bashkë. Po të nuk e kundër ta. Sa ma tepër bën vjetë, ma i pjekër botë. Ma i pjekër nuk unë kërkon ma i risë këtu vjetërsu. Jo Allah, dhe njerë sa ma vjetë bën, ma i pjekër është. Ma i qëndrushëm është, me sabërli është, me i matër është, me i devatëshëm është, e kështë më ratë. Sikur që ka thonë pejgamberi s.a.s. Khajrukum, men tale umru, u hasuna amelu. Ma i miri për juve është taj që i zgjatë tjetë dhe i përmirësohet puna. Sa ma shumë stajë në islam bën, qaq ma veprat mira bën, qaq ma i mirë është. Kjo është besimtari produktiv. Ai që produktiviteti ti është gjithmonë në shtim të kualitetit, në shtim të cilësisë, në përmirësim e sipër. Nga se kështu të ka cilësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besimtari i cili i ngjan një hurme e cila sa më shumë vjet ka, aq më tepër fryt e bën. Nëse vjet ke dhon kaq, ke punu kaq, atëre shembulli që ta ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që duhesh ti përshtatesh ti, jap të kupton se ti duhesh çdo vjet të japsh më shumë. Çdo vjet ti jesh më i butë, më i mëshirshëm, më solidar, më i afërt, më i matur, më i pjekur e kështu me radhë nga ato që duhet të ketë çdo musliman ata. Nëse kështu të jemi dhe kështu e rregullojmë veten tonë, padyshim se me lejen e Allahu xhallahu ala jemi në rrugë të drejtë të produktivitetit të cilësisë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndruar me gjithë shtimin e moshës, apo me gjithë lodhjen dhe plagështinë, ai kalon në njëre sunetet, ja kur fillim kërë ka njësë mu falë, kërë sunetit këna falë, 12 reqate kurs në kanik. Ta është së më rëndësia për farzi, në sunet më ishë me falë ka përsuja për. Ku është pasimi sunetit? A mund është me i thonë vetës tone, gjdo kush që tonë. Një mujdit kanë kalu, asë një sunet së më ka i ka tonë. Apo? Asë një. Gjdo kush të matë vetë në tia për. Një mujdit kanë kalu, asë një herë së më ka i dhikri sabat e ekshamit. Por jam shtim e sipër. Para një muje e ku më veç sabajt të akshamit. Apo? Edhe në sabajt dhe isha ka dhe tër la ila ila wahda u la sharika la. Këtë muje këmë shtu 20 herë. E muje në ashëm ka 100 herë. 150 e kështë më radhë. A jenë shtim e sipër. Nga se qëse nuk jenë shtim, jenë mangësi. Nuk nje imani. Udhimi dhe të Allah Gjellewala vëllëruar nuk nje gjendje status quo. Për shambull, dhe që tu
e kom shtu devshmërinë, kom punu, tash pak off. Po pushoj pak, mas një muaj vazhdojmë atutje. Udhimi ka Allahu xhallahu ala nuk nje ndalje. Nëse Allahu xhallahu ala thot limen sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Kush don ecë përpara e kush nuk ecë përpara çka bën makia me ta, ecë mrapa. Andaj nëse me vjet nuk e shton devshmërinë, nuk e shton dijen, çka nuk kupton, shtohet xehli. Ose kemi shtu dijen, ose kemi shtu ignorancën, ose kemi shtu ibadetin, ose kemi shtu gjinohat. S'ka gjendje statike. Pse hoxha s'bën asnjërin, ja s'bën. S'bën. Prandaj besimtari produktiv është ai i cili është në shtim e sipër vazhdimisht. Thot Beqi ibn Makhlad rahimahullah, që e ka shoqëruar Imam Ahmedin. Thot e kam shoqëruar Imam Ahmedin 20 vite. Gjithmonë ka qenë më i dishëm, gjithmonë ka qenë më atraktiv, gjithmonë ka qenë më konstruktiv, gjithmonë ka qenë më i devotshëm, gjithë më shumë më shapëtisë që komat përpara. Andaj duhet jemi gjithmonë në dhënie e sipër, më tepër, më shumë. Nëse kjo është kuptimi i produktivitetit, ai që nuk nje kohë caktuar, ai që nuk nje stin, nuk nje rrethana, nuk nje vite, por gjithmonë është në shtim të shpëlimit të Allahut xhalla xhelaluhu. Prandaj për asaj që gjithashtu mund të përmenim se është interesante për këtë përgjasim që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ndruar lidhjen me hurmën është se hurmeja ka një komunikim interesant me tjerë. Në qoftë se e gjun hurën me gur, me çka gjun e me hurme. Që kjo besimtarja ato. Kurdo që e gjun me fjallë këqia, me silë këqia, aja e gjun me ato që është e amle e tija, e mire e tija. Kështu e komunikon me tjerë. Nuk bjen në nivelin e gjendës e ignorantëve. Aja din që shmusin me ignorantë, aja din që shmusin me katarë, aja din që shmusin me kundërshtarët, apo nuk bjen në nivelin e tyne, por nuk i mungon verzioni i reagimit. Din që më reaguat. është i meqër. Ma dje, edhe kur rezikuat jetë ati, me ignorantët nuk ban kompromisin në garit parimeve, edhe pse din me ikri shërë tyne. Kjo e muslimani. Do më thonë një rast, se këmë thonë para do kohë, është interesant me e thonë. Një pash që ka qenë në Egjipt i përndryshë Osmane, ju ka mush mene me mësu mirë gjuhën arabe. Me mësu gjuhën arabe. Edhe ka marrë një nga njësit e gjuhës arabe në Egjipt, me mësu gjuhën arabe. Edhe ati në gjuhën arabe që të mësësht, ka do shembuj. Ata e në shembuj, apo dara be zedi në amre. E ka rej zedi amre. Edhe e ka rej zedi amre, ka thonë kënë najbe Allah. E pëse që kënë zedi për rej amre në gjithë. Pëse amre se rej zedi në kura ta. Po ka një bashkë, a shembull është, mëse meti, ja ka thonë, ti me ka zu. Po ka thonë shembull, në burg, bërë tjetërin, ignorant, zullum qarë. Tjetëri që shtët, ka thonë, pse ka lëzëm ti mu mas pari? Pse që këj zedi, kush është që këj zedi? Pse që këj zedi e rej amre në gjithë? Ka thonë shembull është, me koptu ti, ja ka thonë, me më ka zu. I ka shti gati në burg të gjithë, njës të gjuhës arabe që kanë qenë në Kajra. Po petë me mësu gjuhën arabe, që ka bo? Ka kërku njës të gjuhës arabe nga Damasku. Ose Kajra dhe Damasku janë qenët të njëra për njohën e gjuhës arabe. A i tuar në deve të ashtë në cikletë Allah, që mi thonë këtë njëri? Se e ka marrë që që e pretë. Apo? Që ka menqurin e besimtarit, pjekurin e ti. A i këj ignorant, po këj din shmija këj ignorantit. Din shmija komuniku me te. Edhe rrugës i bjen men, që kam i thonë ato? Kur shkan, e din pytja parë, para se mi në tem, ka zëmë, zedi pse ka rejamrit. Edhe pse që këzit gjithë e rejamrit, pse amri kur s'po ka kjenë në rezedit. Dhe te e mërë pash. Me të kalzumën të sekretin e kësoj dhe te kështë e rejt gjithë mund amrin. Kur s'ja kështë rejt gazetin. Dhe pse, pash e ka pasur me në Davud. E Davud shuhet me një vë, du të më shku me dy vëja, e ka një vë mongu. Apo Davud, a janë gjuhën arabe, kur zgjatët uja, zgjatët me vav. Mi përshkruat veç një vav. Davud nuk shkruat me dy vëja, një vë e ka mungu. Ndërsa fjallë emri Amr e ka një vav tepër me dalu për Omerit. Se me bu me ka njejt, apo së shdalu kur është Amr, kur është Omer. E a kanë gjitë Arab Amrit një vav në fund, një shku një vë, me dalu për Omerit. I ka thonë, kjo Amri qëtë është i keq,
apo që edhe emri tënë ja ka vjedh vavin. Apo ja ka vjedh vavin. Qëre ti është darë me pas 2 vëja, me pas e më të gatë, më të madhë, apo t'ja ka vjedh vavin, qa që keq është? Atë mirja pas ka po, hajde tash me të shpërblyo në ty. Ka thonë shpërblyo mi është me lëshu ata të shkret për burgu keci i ke marrë në qatë. Andaj, ignorantë këtë, që merë vesh këmi kalzuti, ti s'merë vesh, ignorantë ti, e ka gjithë një përgjigje, e përshtatshme për ta, e ka bindë, andaj din shumë me komuniku është jamëll, në komunikim, din musil me çdo këtë, me katarin, din musil, jo si kur saj që i ka vra 99 vetë, apo, edhe arte e i ka thonë, unë mu ka mush mene mu pendu, apëtën. Ka unë, që ke boti që të mu pendu? Dhe ti ka vra 99, ka unë, qëfar pendimit ti? Ka në më spaqa pendim të vra dhe ty, e ka vra. Ani kësë është hurmeja si jam kësi komunikimi. Kur ka shku të njëri i dishëm që është si hurmeja, i ka thonë, që ke boti? I ka vra 100. E që për danë mu pendu? Ani qëka jarë tonë, pendimi është hak i jotit e ka lau gjellewala, kur du shtesh, është pendu u bu për i burëve të mirë apëtën. Ande ka një djali rritë e këtë pejgamberi s.a.s. i ka thonë, ja Rasulallah, i edhin li fi zina, mja ple me bo zina, du me bo zina. Tash, pa dyshim, që është musim e kënjetë, që më djemë marrën me gjithës të në këta burra, që bubekve të ungjën, hopa tje më redhe. A ka thonë kështë? Ja, se është si hurmja, edhe pse këj e ka vërshu me ignorancë pejgamberin s.a.s. Po se ka këthy me ignorancë, e ka këthy me ato që është amne, ka në ullu këta, ka në e tërdahu li ummi, a je i knaqë që qështu dikush me bo me nonën tonë, ka një qëfarti, ka në mirë me vajzën tonë, ka në me gruan tonë, ka një, ka thonë, e qështu në dhe njerëzit, që të naqë nësë ta, ja ka vendus dorën gjëks, ka thonë, o zëtë, u zëja zemrën, thotë vallaj ja Rasulullah, kur s'ka me bo mo, shiko sa qëtë e ka, mësu këtë njëri, nga se kështu të besimtari, din me komuniku me të rriturit, din me komuniku me djetarët, din me komuniku me ato që ka më të mirën ja jep, por din që të me jep. Vlau të Enes ibn Malik i ka ngurë një shpez. Ku një vogël ka lujt me shpezit? Pejgamberi sasëm i ka thonë, ja Umer, ma dha faalen Nugajr. Umer e ka posamin, e Nugajr e ka posamin nëj, shpendi vogël, ka thonë, që ka më punë e këti zogu? Ka komuniku me te? Ka dishë me komuniku me gratë. Me ato që ka pas më të mirën, ka komuniku me fëmijët, por për fëmijë. Me ato që ka pas më të mirën, ka komuniku me gratë, por për gratë. Me ato që ka pas më të mirën, ka komuniku me shokët e tij. Andaj çdo kujt ka ditë pejgamberi sa t'ia jap atë që i përshtatet nga ajo më e mira që ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo është çështja e hurmës, apo që kurdo që e gjun me ignorancë, e gjun me provokim, e gjun me çka të koft, ai nuk bie në nivelin e provokimit, por e ka nivelin e tij të reagimit. Dhe ajo që dua të them për fund për këtë pikë është se i kthehemi pat Ibn Mubarekut. Ka njerë një grua varfër me kërku lmosh nga Ibn Mubarekut. Edhe e ku në varfër ka pas e tima, ka meritu me ndihmu, por i kanë mjaftu 50 euro. 50 euro me onë për to kom punë e madhe. Ka se varfër s'ka pas, ka fshat goja. Paramendoj Ibn Mubarekut i kanë zirë 1.000 euro. Kër e ka gjuhë qesin me 1.000, po them kështu kërës me 1.000 euro, sa 3 euro s'ka pas, po me ari, ka thonë e gruja, o hoqë, më falë, gabimisht e ke gjuhë kesë, nëse ke bu gatë për ishka tjetër, se së është ke kesë për bu. Ka shte ka 1.000 euro më jepë, ka gabu, gabimisht. Ka thonë i Mubareku, unë e tjepi pe i pozitës teme, jo pe i tonës, atëm. Pozita jotë është mjaftë 50 euro, pa i jemi është pak 50 euro, jemi me 1.000 euro, se po i ka bulë sa da kanë në atëm. Që ka që kom standardin dhe, i kom standardet e mija, unë sa jepi. Jo, me tujat është balë, edhe buk me tjep, me talim, me diçka balë e kitit. Ama për mu së balë, nuk e ngjej se kom bo mirë me qika qëne. Unë e ngjej që kom bo mirë me 1.000 për 1.000 për. Nga se unë tjepi pi shkallës temë. Andaj besimtari e ka shkallëve të komunikimit, të reagimit. Nuk bije në nivel në kësaj shkallë, pavarësisht nivelit të provokimit, të nivelit të nënçmimit që të tjerët komunikojnë me të apë. Prandaj, kjo është e që duhet të dim gjithashtu kur bije fjalla për përgjasimin mes hurmës edhe mes besimtarit. Në këto pika dhe të tjera që koha nuk po lejon, por këto janë pikat kryesore që duhet të meditojmë dhe në kuadër të këtyre pikave ta formojmë dhe ndërtojmë karakterin dhe personalitetin tonë, që të jemi me të vërtetë të dobishëm kudo që të jemi, para kujdo që jemi, në çfarë situatë që jemi, në çfarë lloj rrethane, dhe gjithmonë të jemi në shtëm e sipër, gjithmonë të jemi në ngritje e sipër. Nga se nëse nuk shtojmë, atëherë paksojmë. Nëse të ngritemi, atëherë kemi rrahje dhe bim. Prandaj
ky është një kuptim i rëndësishëm, apo këto janë pikat me cilat ndërtohet vëllezëruar produktiviteti i një besimtari. Është i dobishëm atëherë kur është kështu. Nëse nuk ka kështu, atëherë për aq sa i mungojnë këto pika, për aq sa i mungojnë këto kuptime, do t'i mungon edhe mundësia produktivitetit. Dhe nëse është produktiv dhe i dobishëm, do të jetë padyshim i përkashëm dhe jo gjithëpërfshirës. Por do të jetë i gjithmonë produktiv dhe i gjithëpërfshirës, atëherë kur kuptimin dhe konceptin e produktivitetit dhe frydhënies e ndërton në këto sqarime që dietar i kanë sqaruar kur e kanë komentuar ngjashmërinë mes besimtarit edhe mes trungut të hurmës. Allah në nëse Zotë në banë të dobishëm kudo që t'jemi. Në banë të dobishëm për vetët tona, për familjet tona dhe për njëri tjetër. Dhe Zotë Gjellewalat në mundëson që të reflektojmë imazh të bukur e të mirë për fenë Allah të Zogjel, që tjerët me të vërtet të mahniten me pamjen e bukur të këtij imazhi që ne reflektojmë. Dhe ky reflektim të bëhet me të vërtet një shkaktar që të tjerë ta kuptojnë drejt fenë Allah xhallahu ala dhe të kthehen në dinën e Zotit xhallahu ala, sikur që këtë bënte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Allahu ju shpëlbej për vëmendjen dhe për sabrin dhe për gjitha që keni dhënë, që me të vërtet kjo legjislacion të jetë kaq e mrekullueshme në pamjen e saj dhe në dukin e saj. Allahu ju pagu me të mira dhe ju qof në hajër vazhdimisht. Sallallahu alaihi Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira. Në interes të kohës, do të përkufizohemi vetëm me 3 apo 4 pyetje, të cilët kanë ardhur nga xhamatlit prezant, të cilat do t'ja parashtrojmë hoxhës dhe do ta lutim që të na përgjigjet. Pyetja i parë thotë: Selam aleikum, jam praktikues fillestar në fe, kurse prindërit dhe motrat nuk falen. Si të ndikoj pozitivisht tek? Po kjo është temë e gjatë, domethënë kjo është temë veti, por dua të them që më tepër ndikon tek ata me thirrje të heshtur se me thirrje të zëshme. Andaj tregoj praktikisht se kthimi në fe ka bërë më të mirë, më dobishëm. Ka bërë me të vërtet nga ata që më tepër e respektojnë prindit, më të kujdesshëm në familje, në fjalë, je më i suksesshëm në shkollë, je më i zellshëm, je më durimtar. Andaj reflekto me këto virtyte, me këto vlera dhe atribuoja të arriturat e tuaja në këtë drejtim fesë Allahu xhallahu ala. Thuaj jam kështu pse falem. Namazim ka mësuar të jem i zellshëm. Namazim ka mësuar me respektu. Namazim ka mësuar me bëj sabër. Mendoj se kjo më tepër ndikon se sa daveti i zëshëm me thire. Por nuk prish punë që kësa të shtot edhe do një fjale mirë, do një CD, me do një ders, do një mësim, do një liber, do një shoqërimi ka paska shumë me ta e kështë më radhë, me do të gjitha këtë ndikon që ata t'i kthe rrugës Allah xhallahu ala dhe mbi gjitha duaja, lutja, që Allah xhallahu t'i uzën, mendoj që inshallah do t'jenë dobiprusën këtë drejtim Allah dhe mësë mirë. Selam aleikum, hoxhi nderuar, jemi një grup vëllezërish që veprojmë në fshatin tonë, kemi një problem mes vete. Vëllezërit nuk ju përgjigjen projekteve, janë neglizhent, në ligjërata vënohen e kështu me radhë. Si ta të i kalojmë këtë problem? Ky problem nuk është i shfaqur vetëm këtë fshat, po është i shfaqur fatkeqësisht gjitha trojet tona, kudo që shkojsh ka ankesa për prezantim të mangët ligjërata, për mos përspatje duhet në projekte, ai largohet, ai ikë kështu me radhë. Me se fillimisht çdo kush për një duhet të kontrollon zemrën e tij. Nga se smundja e zemrave pengon që dikush shkon nga dikë. Smundja e zemrave pengon që ti bashkangjitë projekte të dobishme që i kemi. Andaj kemi për obligim që fillimisht ta pastrojmë zemrën tonë dhe pastaj do të funksionon sikur se duhet. Kjo e para. E dyta, na duhet ta kuptojmë dhe ndruar nisa se prezantimi në ligjërata dhe mësime është vrima e vetme që na ka mbet për të mbarë frimarje të shëndosh. A kuptova? Do të thotë nëse nuk shkon në ders, ku mëson feti, shpallja ka marrë fund, nëse pret me tor vahje, harro këtë punë. Apo vendi i vetëm me mësu fenë është para xhallarëve në xhamia, apo në vendet e ku ata mojnë derse, me shku më ul dhe me ngu, me largu gjitha vezvezet e tjera, hamende çka ka me shku me mësu ders, me ndëgju ders. Dhe kjo i bën si, para mendon me një vend të mbyllur ku s'ka oksigjen, është i ngulfatur ajri dhe në fund të murit e ki veç një vrim të vogël që përmesojnë të përtën oksigjenin. Kur rrën ti, a rrën qësh domas atje dhe se ki gale për oksigjenin, jo shkën atje e vendos gojnë atje, mundosh me thith maksimalisht
edhe pse nuk i përshtatet pozitës tënde, nuk i përshtatet këndi që të menet, megjithatë pe ative në oksigjeni vjen fryma. Andaj oksigjeni për të mbijetuar si musliman është prezantimin e ligjërata, pjesëmarrja e projektit të bësh me të Islamit. Përndryshe, mos pjesëmarrja në ders, edhe mos pjesëmarrja në projektet të harit, vallahi të bën që të ndahesh dhe ndarja bën që ujku më lehtë me të gëlltit. Ai që do me rujt fen Allah xhallahu ala e këndron begati të madhe që Allah ja mundson me kontribu për fetë Allah xhallahu ala. Vallahi dinë ndëruar se Allahu xhallahu ala ka rob të shumt dhe me dashur Allahu xhallahu ala i udhëzon edhe ata që nuk janë musliman e i bën të zellshëm që Allah të më bëjë ibadat edhe me kontribu për fenë e tij. Andaj mos të llastojmë shumë këtë drejtim, por të jemi të vetëdijshëm se Allah ka mundësi me na ndru. E nëse të ndron dhe çet pi punë bëhet keq për ty apo. Mos mendoj se nuk gjon Allah argat tjerë për mi bësh shërbim kësaj feje. Por nëse të ka pruar me të bëj argat, të ka punësuar shërbim të kësaj feje, ruaje këtë punë me çdo kusht. Nga se kjo është shpëtimi dhe kjo është mundësia e vetme që të fitosh shumë tek Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe ky kuptim të bën që të jesh i inkuadruar në projektet islame edhe në davet me lenin Allah të mëdhur. Pyetja sot, selam aleikum, a lejohet me komuniku me vajza me qëllim të davetit në rrjetet sociale në internet? Po tash shkurt me thonë nuk lejohet. Nuk lejohet për shkak se nuk ka mbet ajo rruga e vetme për me komuniku e para, apo edhe nuk jeti ai që nëse ti s'komunikon të shkojnë poshtë ato femra. Ka kush komunikon me to, ka kush mëson, apo prandaj domon mos të marrën përmirësi përse nëse unë s'foli, ka do njerëz sillen kështu. Jo vetëm me femra, po në punë tjera. Nëse ai s'fol për të punë, këto meti marran. Këto meti kujtoj që është të prit ato me thonë qëndrimin e tij këtë çështje. Jo vëllam ka kush me fol. Nga njerë do njerëz mirë me të punë që takojnë pse? Po hoxhallar s'po mirën apo. E tash nëse ata s'mirën ti e zavën se ty apo? Po jo vëllam, ti këshire punën tonë, këshire kompetencët tuaja, këshire familjen tonë, këshire ki ku me bo davet, kish me bo davet. Nësë në rrjetet sociale edhe në punë të tjera, komunikim me vajza pa dushim se është ndaluar dhe ka mënyra tjera për të komunikuar, andaj të shfrytëzojmë atë që kemi mundësi sot, që Allah të na jap dyert e asaj që s'kemi mundësi sot, po nesër të kemi mundësi me lenin Allah të mëdhenuar. Pyetja e fundit, pyetja thot selam aleikum. Në disa raste hasim në pengesa gjatë zhvillimit të davetit për shkak të prezencës të klimave të ndryshme në xhamat, na këshilloni hoxh. Allah këto klima problem. Klima, domethënë që vinë herë fryn zet, herë fryn ftoft, dhe një shmuvesh problem, apo por unë mendoj se shkurtimisht se kjo është problem i madh, por shkurtimisht mendoj se nëse çdo kush për neve do të thotë e luan atë rol që i përket me lejen e Allahut fillojnë punë me ran vana. Ka dikush mirë me do punë që s'en tina, e prish më shumë si ndreq. Prandaj sikurse me një klasë që është duke u bërë zhurmë e madhe, apo një klasë është duke u bërë zhurmë e madhe. Edhe ka i arsimtari e thash në zonë s'pithojnë tjetërit, një tjetërit. Shuj se i një arsimtari, atë jo shuj ti se i një arsimtari. A qetësoj klasa? Jo gjithë mund ka zhurmë. Por në qoftë se s'lihesht ullët me shpejtësi më rëmend se qetësoj klasa. Apo? Andaj në menaj se këto probleme kanë shkaktu më shumë bisedat, folit, bartja, fjalëve njerëzve që nuk janë kompetent për të punë, përzien ku s'u kanë hije, e pastaj nuk vjen radha me folat që kanë hije dhe shkaktojnë problemet apo. Sikur që ka thonë Aliu radhiyallahu anhu, el ilmu nukta kathara al jahilun. Detyria është thjesht një pikë, po ignorantë kanë rritë kanë bërë të madhe. Tu pështjelluar, tu bos gjëra që pastaj një sikur sa thot populli një budallë gjunë një guri, një qitë meqëm së në nëzirin pas të japë. Andë edhe një i pa kujdesshëm me ndërit e gjunë një fjallë, një qitë meqëm së në nëzirin apë. Andë mos gjunë një gur, apo mos gjunë një fjallë. Gjdo kur të mirë me punë që i përket, shkujmë punë duke u stabilizu me lenë Allah të badhura. Mu nuk më mbes të asë ma shumë sa të përmin të falenderoj hoxhën për prezencin e ti dhe pjesëmarrjen e ti në këtë xhami. Kulusim Allahun azza wa jalla që t'jep himër dhe shëndet dhe t'a bekoj dhe t'ja mundësej që këtë rrugë të mbarë e të madhe t'a vazhdoj deri në fund të jetës së tij. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah shpërblet.